kohën, shoqata e Elbasani në emigracion organizon këtë festë me rastin e 81 vjetorit të çlirimit të qytetit tonë, qytetit e Elbasanit. Duke ju uruar gëzuar festat, ja lëm vendin grupit e vallëve të fëmijëve të shkollës Konstantin Kristoforidhi në drejtim e koreografës Silvana Igjosasi Shkurti. Me mbrëma dhe nga unë, e nisëm pikërisht me fëmijët e vegjël, me brezin më të ri, që ruan traditat dhe vallet tona të bukura. Ju uroj gjithëve të gëzuar festat dhe t'ja kalojmë sa më bukur. Një copat dhe mora me vete, në të s'harova të merja flamur. Një disk me valle, këngë e derte, me kavari i nënës një copur. Më pyet djali se që janë gjithë këto, i them janë paje me gjimtarit, lukon shpirti nga malli për tokën, nga mot zhuritur zemra e shqiptarit. Habitur me shelotin qërjen, me doçkat e vogla në fshinë për sy, marrë shtrengoj i them, dua janë dhe, kështu si që jemi shtrenguar të dy. I vogli pëstane
copa dhe mora me vetën, zemrën dhe vendlindjes së shkollatori. Unë si për herë vi me gjysmën e saj, mërgjimtar që endët në botë. Vazhdojmë tani me fëmijët të vegjël, me bjershët që kanë përgatitur për ju. Jashtë në dritare, brenda në shtëpi, në çdo anë lule. Lule jam unë, lule je dhe ti, lule është Tadeu dhe çdo fëmijë. O flamuri dashur, gjyrë të kushe ke, ty te ka valuar, trimi Skënderbeu, valve, valove, shkova tërpërdor, Ismail Shemali të ngriti me vlorë. Edhe pse e vogël jam, shumë guxim në zemër kam. Për mentorin të këndoj, kja Deu të nderoj. Për këtë ditë të lavdëruar, të gjithë jemi të gëzuar. Për simbol të shqiptaris, rrëft mentori i liris. Mama dhe quhet oka, ku me ka rejnë koka, ku kam dashur me atë, ku me një e guri tha, ku jam rritur me thërime, ku kam folur gjuhën time, ku kam fise, ku kam farë, ku kam folë, ku kam qeshur e ku kam qarë, ku rohoj me gaze me shpres, ku kam dëshirë të vdes. Sa të dua o Shqipëri, sa të dua o Shqipëri, sa ma e ndjek e dëshirë, për të gazë dashuri, në me zemër e kam birë. Se për mua orë dhe, gjini lule a shberë, se nuk gjemë dhe përdim dhe shpirti tim të dosjerë. Grita sot flamuri dhe po festoj për ti moj Shqipëriani. As njëherë nuk do të haroj. Në gjyrë të kushe ka flamuri me shqiponjen me dy krem, ma je përmin e të bukur, jam shqiptane dhe sënder. Ndaj për herë për gjdo fest, vesh me gas në bluzët të kuqe, me thët mami fytyr qeshur, ti mo je si lule kushe. Vi ullura dhe plak, la me lote, la me jak, mira vjet histori, me shumë ropse në liri, vetëm shanë e renkon, trojët e vete kërkon, buza vetëm i bushjes, kurse bijat marme në gjesh, nga çdo anë vjen zë buri, unë e ditën e flamuri, nga çdo anë vjen zë i trimit, në këtë ditë të bashkimit. Hape kratë fluturove, thellë në kaltërsi, u dhëtove, qërden, ku do t'a poshti? Ty, as njës t'a kam bush ka syri, as kjo pem, as kjo kur, mor në fund më i trimoreshe, por e qërden në flamur. Atëherë ju të stek, e bukur Shqipëri, je vëndi i dashur, që djeri të bajnë në gjithë, të gjithë të thonë, të duasha nuk të themi dot, mas një vëndi tjetër nuk të ndrojnë në potë. O malet e Shqipëris, e ju o lisat e gjatë, kusat e gjera me lule, që kam dërmën ditena, ju bregore bukurose dhe ju lumen të kulluar, cuka, kodra, grinja, gërgje dhe pyet e gjelberuar. Do të këndoj pakëtin që mban ju e ushjeni, o vendit e bekuar, ju mendjen ma dhe freni. Ti Shqipëri, më jep der, më jep emni shqiptar, zëmrën tima gatove plotësir dhe me zjarë. Shqipëri, o nëna ime, donë se jam i mërguar, dashurin tënde, ku zëmra s'ka për të haruar. Gëzuar festen e 28-29 nëntorit. Prezantojmë kryesinë e shoqatës të Elbasanit në emigracion. Zoti Arjan Tollumi, kryetar. Zoti Benjamin Ziu, nën kryetar.
Bozhiqi, sekretar. Zonja Luiza Daulja, arketare. Zonja Silvana Gjosasi, anëtare. Zoti Landi Gjitsi, anëtar. Zoti Konstantin Zhyleku, anëtar. Duke ju uruar suksese në punën e tyre, ftojmë zoti Aqil Bozhiqi, sekretari i përgjithshëm të shoqatës tonë, për të na folur me pak fjalë për këtë datë të shëndruar të qytetit. Në rastin e këtij ne inviterojmë të shihni qytetin e Elbasanit. Të dashur vëllezër dhe motra. Sot ne kujtojmë dhe besojmë se bashkë këtë ne inviterojmë të shihni qytetin e Elbasanit. Qyteti i Elbasanit u çlirua në mëngjesin e illit të ndorit 1944 nga brigada e 15 çormuse, pas uljes të marrë nga shtabi i përgjithshëm i ushtrisë antifashiste nacionale shqiptare për shtërimin e Elbasanit. Ja luftime forcat gjermane që ishin në qytetin e Elbasanit u vrarë 23 luftëtarë. Në mëngjes, kokët e Elbasanit priti me lule dhe pronaritje shqiptare të lirisë. Forcat gjermane që ishin afërsisht rreth 6.000 ushtarë u tërhoqën në ndërtim të qafkrapës dhe rrugën deri në Tiranë për shkak të përleshjes me forca partizane u deshta bërën për 4 ditë. Elbasani la luftën antifashiste nacionale shqiptare të lirisë bi dhe bija të mirë në ditë. 136 dëshmorë, 50 të humër të internuar në kamp të përqendrimit, 19 dëshmorë të rënë jashtë kufijit të Shqipërisë kryesisht në Jugosllavi. 400 luftëtarë të tarë nga bankat e shkollës normale të Elbasanit dhanë jetën e tyre të re për qëllimin e Shqipërisë. Ne jemi kënaqur ta bija që të arrestuar Shqipërinë në krahun e duhur të historisë, për krah forcave më përparimtare të kohës, forcave të boshit antifashiste. Ne kemi historinë tonë të cilën mburemi sot e do të mburemi për jetë. Shqipëria u çlirua me forcat e veta. Lavdit dëshmorëve të ateut, Rovës Shqipëria. Përshëndet aktivitetin zoti Arjan Tollumi, kryetari i shoqatës. Përshëndetje të gjithëve, gëzuar festat e nëndorit. Faleminderit ju prindër që po rristi këto fëmijë kaq të mrekullueshëm që i sill në shkolla Konstantin Kristoforidi dhe ato sot na shpërblyen me këtë shfaqje kaq të bukur. Edhe një herë faleminderit. Por mos harrojmë as fëmijët të jenë krenarë për prindit e tyre, sepse me mundime këtu në vend të huaj kanë bërë të mundur shkollimin e tyre dhe edukatën e tyre dhe mos harrojnë kur vendin nga ata erdhën, quhen nga ata që flasin atë gjuhë të bukur. Përshëndes të gjithë si motrat shoqata, përshëndes anëtarët e shoqatës, anëtarët e këshillit. Përshëndes gjithë ju që erdhët nga larg, përshëndes kryetarin e Unionit, sekretarin e përgjithshëm të diasporës, zotin Daudhja. Përshëndes shokët tonë që i kemi në krah në çdo përpjekje. Do ju doja shumë të dashur prindër, mos harroni kurrë që në këtë vend duhet të integrohemi ashtu siç e meriton kombi shqiptar. Të integrohemi me dinjitet, me gjuhën dhe me kulturën tonë. Rovë Shqipëria, rovë shqiptarët.
Përshëndet aktivitetin Zoti Ardian Daulja, kryetari i Unionit të Shoqatave Shqiptare në Greqi dhe sekretari organizativ i Diasporës Shqiptare të Greqisë. Mi mbrëma të gjithëve dhe nga unë. Besoj se një lodhur duke folur gjithë të vite bashkë, por dhe kjo një milionet ka që i vogël ka do me thënë të madhe, se po mos që bërë gjithë të lëvizje, asë shpitanë të në kështë vazhduar të në ndikë rrugën tonë. Dhe urojmë që ta fëmijë ka lule ka i bukra, të aqojmë misionin tonë, pra të mos harrojmë kulturë i gjuhën dhe traditat tona, dhe përësi se jetojmë në Greqi, për më tej. Në emër të diasporës shqiptare e Greqi, që nga Selaniku e Dej në Kret, e gjithë Greqis, ju përshëndes dhe ju uroj, gëzuar dhe i vjetojnë e shtimit të vendit, po dhe ju të Elbasanit, dhe të gjithë bashkë të rojë Shqipëria dhe të rojë Shqiptarët kudo janë dhe kudo jetojnë e punojnë. Gëzuar!